Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes këtu nga studia qendrore në Dritare Televizion. Unë jam Mikele Katanxhiu. Ditën e sotme në emisionin Intervista ditës do të ndalemi pikërisht tek protesta, e cila do të organizohet ditën e sotme në orën 18:00 në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Për këtë çështje do të kemë në një lidhje të drejtë për drejtë Ores Berberin, antarin e Partisë Demokratike në Durrës. Ores, ju përshëndes. Përshëndetje Mikel. Kënaqësi që ju kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë, Orest. Orest, çfarë pritet të ndodhë në protestën e sotme të organizuar pikërisht nga Partia Demokratike? Do të kemi një risi të re? Sipas zhvillimeve të fundit edhe asaj që ka raportuar policia e shtetit me masat që gjithmonë zakonisht ndërmerren në çdo protestë opozitës, kësaj radhe ishte ndryshe pasi vetë policia e shtetit nuk kishte dhënë në një formë leje për zhvillimin e kësaj proteste në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pasi dihet që ajo është një rrugë ku aksesohet nga mjetet ose makinat të cilat lëvizin aty, dhe në momentin që nuk lejon policia quhet shkelje penale dhe normalisht ka dënimet e veta që mund t'i japi policia. Në këtë rast nga ana politike të flasim, është propozuar dhe është thënë në media dhe është folur që do të jetë ndryshe dhe do të ketë një në thonjza përsëritje të atij 20 shkurtit të vitit 91, pra do të ketë sipas organizatorëve një risi ndryshe dhe do të ketë një formë të protestës siç nuk është parë herët e tjera. Zakonisht kjo është në çdo protestë, por me sa duket kësaj radhe do të kemi një ndryshim në ato çka na janë thënë deri tani, por vlen për të parë në orën 6 se si do të zhvillohet protesta opozitës. Ores, do të kemi ditën e sotme një 20 shkurt të dytë? Sipas mendimit tim, nuk besoj se do të ketë 20 shkurt të dytë, as këtë 20 shkurt apo as 7-20 shkurt nëse do të kalojnë, pasi 20 shkurt i vitit 91 ishte një 20 shkurt ku studentët, njerëzit, qytetarët ishin të frymëzuar dhe kishin etje për ndryshim, ishin të lodhur nga ai sistem, kishin një tjetër lloj fryme, kishin një tjetër lloj bindje kur dilnin në shesh dhe ishin të vendosur dhe kishin guxim dhe kishin qëndrueshmëri. Gjë që sot në fakt mungon, pasi në protestat e opozitës e kemi parë nëpërmjet mediave, nëpërmjet çdo gjëje që bëhet më shumë luftë për të mbledhur demokratët më shumë, pra anëtarët e Partisë Demokratike në shesh dhe në njëkohësisht për t'i ftuar qytetarët, por mungon frymëzimi, mungon qëndrueshmëria, mungon guximi i atyre kohëve dhe pa diskutim që nuk mund të ketë një 20 shkurt të dytë nëse të flasim në kontekstin real. Pastaj në kontekstin teorik apo emocional, çdo kush që del në protestë shikon atë si një 20 shkurt të gjithmonë apo si një 8 dhjetor. Në dy kontekste, emocional edhe realist, ka një ndryshim shumë të madh. Por sipas mendimit tim, nuk besoj se do të ketë 20 shkurt të dytë, përveç se mund të ketë ndonjë ndryshim nga monotonia e protestave që kemi mësuar deri më tani dhe ç'a mund të ndodhi sot. E qartë, Ores, gjithashtu të nderuar teleshikues, kam dhe të pranishëm këtu në studion time në Dritare Televizion, avokatin Edi Qia, të cilin e falenderoj që krijoi mundësinë për të ardhur në ditën e sotme. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia jona, avokat. Avokat, çfarë roli ka pikërisht të rinë në Partinë Demokratike dhe a pritet të ketë ditën e sotme një revolt ndaj tyre, meqense është data 20 shkurt e cila përkon me rënien e bustit në vitin 1991? Po mendoj që të rinjt janë pjesa më aktive, pjesa më energjetike e vetë antarëve të partisë, janë ardhmë aktive vendi, kështu që në këtë sens mendoj që do ketë një aktivizim më të madh se sa të kategorive të tjera. Normalisht kjo varet edhe nga sa aktivizim paraprak edhe sa organizim ka bërë vetë Forumi Rinor, por mendoj që do ketë përfshirje më të gjerë se sa të kategorive të tjera. Aq më tepër duke lidhur edhe me simbolikën që është 20 shkurt, i mendoj që do ketë prezencë më të madhe të tyre krahasuar me protestat e tjera më përpara që janë për atyre vite, mendoj. Cili mund të jetë një ndër mesazhet avokat që Partia Demokratike ditën e sotme me këtë protestë dhe pikërisht në këtë datë kërkon që t'ju përcjelli një mesazh qytetarëve dhe kryesisht edhe demokratëve madje? Mesazhi mendoj që të duhet të synon që të bëjnë edhe lidhje me ditën simbolike, datën simbolike, dhe synon që
si thua, të promovoj kategorinë ose pjesën rinore të strukturave dhe të personave që do marrin pjesë ose që përfshihen në protestë. Normalisht kjo do varet dhe ngjelet për të parë se sa do t'ju jepet zë në këtë protestë, ta shohim mbetet për të parë. Por mendoj që do ketë një lloj prezence më të madhe krahasuar se sa me protestat e tjera kryer më përpara. Kështu që në këto kushte ta shohim, mendoj që do ketë shumë më shumë prezencë. Do jepet shumë më shumë hapësirë, besoj edhe në pjesën e fjalimeve, besoj do jetë shumë më prezente se krahasuar me protestat e tjera. Pjesa e rinisë, pjesa e të rinjve që normalisht do vinë nga forumi, besoj. E qartë. Orest, kur ju pata para pak kohë të ftuar në emisionin tim këtu në studio qendror në Dritare Televizion, ju më thatë që do të ishit i pranishëm sërish në protestën e radhën, cila do të mbajë pikërisht në datën 20, që përkon me ditën e sotme që është e premte. Ju besoj se do jeni i pranishëm në këtë protestë apo jo? Tani sa i përket protestës së 20 shkurtit, dëshira ime ngelet për të qenë pjesë e çdo proteste, për të qenë pjesë e çdo angazhimi politik që kërkon për të kundërshtuar këtë qeveri ku jetojmë sot dhe që kemi në pushtet, por shkaku i dy shoqërimeve të mia në komisariatin e policisë të Durrësit dhe mbajtjen prej 6 orësh në dy protestat e fundit që kemi organizuar në këtë qytet, dhe shkaku që protesta sotme cilësohet nga policia si e paligjshme, është një rrezikim i imi personal nëse do të jem pjesë. Mbetet për të parë nëse do të mund të bëhem pjesë e protestës, me gjithë dëshirën e madhe, me gjithë pasionin që nuk ka munguar në asnjë protestë, por kësaj policie dhe këtyre njerëzve të cilët e drejtojnë të policiu nuk ja kam besën, duke mos ja patur besën nuk mund të rrezikoj veten time për një miting të radhës dhe më pas të jem procedime penale për vite e vite të tëra. Dhe një nga problematikat që dua ta shtroj tani në këtë intervistë, meqense më dha mundësia që ka Partia Demokratike, edhe pse ka shumë të rinj tani që flasim, ka patur shumë të rinj të cilët kanë rrezikuar në protestat e opozitës, janë shoqëruar në komisariate, kanë vazhduar gjyqet, i vazhdojnë akoma sot e kësaj dite gjyqet për shkak të protestave të opozitës, dhe asnjë nga organizatorët nuk mban përgjegjësia për që t'i dalin në ekran në gjyqet kur që po zhvillojnë të rinjtë e Partisë Demokratike. Dhe një nga arsyet që dua t'i kthej një përgjigje avokatit që tha që rinia do jetë shtuar në këtë protestë, është sepse të rinjt nuk shkojnë më në protesta për të rrezikuar veten e tyre penalisht nga një parti politike e cila nuk i ka mbrojtur nëpër gjykatën dhe që sot e kësaj dite vazhdojnë gjyqet ndaj atyre të rinjve. Dhe në këtë rast nuk e ndjen dikush frymëzimin, pra shumica e të rinjve janë vendosur dhe në vendin tim sot për të mos pasur probleme me drejtësinë. Pra një nga problemet e Partisë Demokratike është që nuk përkrasit e vet, mbështetësit e vet në protestë. Dhe kjo ul edhe frymëzimin tek të rinj. Dhe duke qenë se sot parashikohet në thonjza si një 20 shkurt i dytë, nëse do të jetë i tillë dhe nëse protesta do të vazhdojë më shumë se 3 orë, do të shkoj t'i bashkohem me kënaqësi, por nuk mund të rrezikoj që të shkoj në një protestë 2 apo 3 orë dhe më pas të marr një procedim penal të panevojshëm ndaj meje. Flasim realitetin, pastaj nëse do të flasim për teori apo për radha në thonjza, do thoya që jam i pranishëm protestës çdo kush, edhe në rast se nuk është aty. Avokat, cila është ndër arsyet që Partia Demokratike nuk i përkrah protestuesit e vet në këtë rast? Siç u shpreh edhe Orest Berberit, cilin e kemi në këtë lidhje të drejtë. Në fakt, para se sa të trajtojmë këtë pyetje që sapo bëre, mendoj se është me interes për të marrë informacion nga kolegu cilat janë arsyet që është refuzuar nga drejtoria e policisë protesta, se normalisht ka pas një korrespondencë apo jo. E qartë, pa diskutim se ka pasur një korrespondencë. Në parim protesta është e ligjshme, ka i jurisprudencë qartë të gjykatës kushtetuese që ka bërë interpretim të legislacionit në mënyrë të tillë që nuk është më policia që vendos nëse duhet bërë apo jo. Kalohet në një lloj, si thuash, jo në marrje leje, po më shumë në një lloj njoftimi që i bëhet drejtorisë policisë, dhe e cila është e detyruar që të marrë gjitha masat
organizative për marrëvajtjen e protestës, kështu që më duket pak në parim. Ndjes që ndërhyj pa më futur gazetarin në ndonjë pyetje, por duke qenë se të dy jemi përballë pushtetit edhe e dim se çfarë ndodh nga policia apo nga gjykatat, e dim shumë mirë se si veprohet në të tilla raste dhe se si bëhen procedimet. Nuk është se pyesin shumë për në thonjza për kushtetutën, nëse do të marrim realitetin, pasi ne kemi në kushtetutë që liria për të protestuar nuk mund ta ndaloj askush dhe policia thjesht njoftohet. Por në këtë rast policia, përderisa e quan të paligjshme protestën, ka bërë dhe një paralajmërim apo në një formë kërcënimi ta marrë në thonjza ndaj protestuesve, ka thënë se çdo kush që do të kryejë vepra penale do të dënohet. Pra, në rast se do kush që tenton të përplaset me policinë apo nëse dikush tenton që të hedh molotov drejt kryeministrisë, normalisht që do të ketë procedime penale dhe do të dënohen. Dhe a do t'i marrë, pyetja ime është, do t'i marrë dikush parasysh apo në mbrojtje protestuesit të opozitës, sepse në shumë raste kemi parë që as nuk i kanë marrë mundimin, përveç se kanë shkuar kanë bërë deklarata jashtë komisariatit. Dakor, Torres, po cila është një ndër arsyet që ju nuk përkraheni për këtë nisëm që menet, se ju si të rinj të Partisë Demokratike që një aktivizoheni në këtë forum, juve ju thrasën dhe ju bëjnë ftesë për një protestë kombëtare, ashtu sikur se është dhe ditën e sotme, ashtu sikur ishte e organizuar edhe më herët protesta. Por pyetja është drejt për drejt, Orest, cilë është arsyeja që ju nuk përkraheni për këtë dhe pse nuk mban përgjegjësi dikush për këtë? A duhet të mbaj përgjegjësi, është pyetja ime për ju, organizatori kësaj proteste? Pa diskutim përgjegjësi duhet mbajnë organizatorët, edhe në të tilla raste antarët e forumit rinor ftohen të marrin në protestë, çdo gjë mbetet sipërfaqësore. Pra që protesta është paqësore, protesta do të jetë kombëtare, protesta do të vazhdojë. Çdo i ri i garantoj qoftë organizatorëve, qoftë avokatit që është në studio, që çdo i ri që shkon në protestë e ka marrë parasysh çdo lloj gjë që mund të ndodhë dhe ka guximin për të dalë në protestë. E merr iniciativën për të dalë në protestë për të treguar revoltën e tij. Një nga arsyet që Partia Demokratike nuk i përkrah këtë nuk e ka kuptuar askush. Pra arsyeja është që se ka kuptuar askush. Pse? Sepse nëse do flasim për në qytetin e Durrësit, ka protesta të organizuara nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike që në vitin 2021, ku unë nuk kam qenë antar asaj kohe, por sot e kësaj dite antarët e Forumit Rinor të Partisë Demokratike ndiqen penalisht dhe janë nëpër gjykatat, nëpër dyert e gjykatave të rrethit Durrësit apo qoftë të Tiranës, dhe askush nuk është se interesohet më për çështjet e tyre gjyqësore. Nuk është se japin shpjegim, nuk është se japin ndonjë arsyetim, po besoj është neglizhenca dhe është më shumë indiferenca që kanë organizatorët apo leadershipi i partisë, që kanë më shumë me pasion që të dalin dhe të flasin apo të japin deklarata politike në media, sesa të mbështesin përkrahasit apo simpatizantët apo antarët e Partisë Demokratike. Pra çdo gjë mbetet pjesë e një show politik që ndodh gjithmonë në çdo protestë. Kjo besoj se mendoj unë që është. Ngjelet gjithmonë tek show politik, tek fotot e Instagramit, tek videot edhe pastaj secili shkon në shtëpinë edhe në punën e tij. Pa diskutim që në Partinë Demokratike ka njerëz që i kanë mbështetur nga ana personale, por si funksione politike nuk është se kanë vepruar në ndonjë mënyrë të drejtë, maj sa unë kam parë vitet e fundit në Partinë Demokratike. Duket qartë që ka mungesë organizimi, sepse element thelbësor ose element minimal është që duhet kishte organizimi, është edhe shërbimi i ndihmës juridike që duhet u garantohet gjithë pjesëmarrësve në protestë. Për aq kohë sa ata procedojnë penalisht për një protestë që është thirrur edhe është organizuar nga partia, është element minimal, është element thelbësor, minimalist që të inkurajojë personat që të marrin pjesë në protestë. Porës. Organizative avokat kur organizohen dhe njerëzit që ndiqen penalisht janë pjesë apo pjesë organizimit të partisë, pa diskutim që e kanë ndihmën juridike, por unë po flas për ato që shtrihen përtej organizimit, përtej dyerve të zyrave të selive se ku organizohet paraprakisht protesta opozitës. Unë në dy rastet e fundit që jam shoqëruar nga policia e Durrësit në komisariat, më është dhënë në të dyja rastet ndihma juridike, por gjithmonë nga ana personale
e antarëve të Partisë Demokratike dhe njerëzve që angazhohen në Partinë Demokratike, por jo Partia Demokratike si institucion. Pra unë po flas se si vepron Partia Demokratike si institucion dhe jo individët se si veprojnë nga ana personale. Si institucion, mjafton një deklaratë për shtyp në media në komisariat, përballë komisariatit apo përballë gjykatës, edhe me kaq mjaftohen. Ndërsa pastaj nga ana personale ka shumë dashamirës dhe njerëz të aftë juridikisht brenda Partisë Demokratike që i dalin në krah protestuesve. Pra, ore, si ndër arsyet që nuk do jenë ditën e sotme në protestë, është pikërisht kjo që citohet pak më herët apo jo? Është frika nga procedimi penale dhe paraqitja në gjykatë që mund të ndodhi në rast se unë do të bëhem pjesë e protestës së sotme. E qartë, por gjithashtu lideri i Partisë Demokratike, i cili pikërisht e organizon këtë protestë, ai është shprehur se pavarësisht se policia nuk e ka dhënë lejen për të organizuar këtë protestë, ai thotë që ne asgjë nuk na mposh për ta organizuar të protestën e sotme. Dhe pyetja ime për ju është, si ju personalisht që nuk do shkoni për 1-2-3 arsye që i cituat pak më herët, do të ketë dhe shumë të tjerë që nuk mund të jenë për kësaj çështjeje? Pa diskutim, të gjithë ata që kanë qenë së bashku me mua në komisariat nuk e ndërmarrin rrezikun, sepse nuk shikojnë mbrojtje. Unë realisht personalisht nuk është se shikoj mbrojtje nga Partia Demokratike si institucion përveç se nga ana ime personale. Pra njerëzit që kanë qenë së bashku me mua, që kemi qenë të shoqëruar në komisariatin e Durrësit, pa diskutim nuk do të bëhemi pjesë e protestës së sotme. E qartë, Ores, e qartë. Avokat, si e komentoni këtë pjesë? Nëse situata e opozitës tensionohet dhe agravon nga ana efektive të policisë, çfarë do të ndodhë me protestuesit? Normalisht në parim ka dy probleme. Së pari njëherë ngret problemi i faktit që drejtoria me korrespondencën që ka bërë nuk ka garantuar organizimin e protestës. Si është i drejtë, si është i padrejtë, pa i hyrë detajeve, në parim normalisht duket që është i padrejtë, por gjithsesi pa i hyrë detajeve që në këtë moment automatikisht duhet qenë se protesta është e pa garantuar nga shërbimet e rendit. Si e tillë pjesëmarrjen, çdo pjesëmarrës ndihet si thuaç në siklet ose si thuaç i shqetësuar lidhur me faktin nëse do procedohet apo jo. Kështu që shqetësimi i kolegut është plotësisht me të drejtë, por problemet mendoj që do duhet ishte zgjidhur organizatori që është partia në rastin konkret, do duhet ta kishte zgjidhur çështjen e autorizimit dhe çështjen e garantimit masave nga policia, sepse duhet zgjidhur kjo pjesë. Pastaj duhet kaluar tek pjesa e dytë ose tek shqetësimi, siç ka kolegu, kanë edhe shumë pjesëmarrës të tjerë që janë proceduar penalisht. Edhe normalisht që në rast se do zgjidhej pjesa e parë, pjesa e dytë pastaj do të krijonte shumë pak probleme sepse do mungonte zotëria, do mungonin edhe 10-20 veta, se nuk është se ka nuk është se jam i familiarizuar me statistikat sa kanë qenë të proceduarit, po besoj 20-30 veta, nuk e di, ja 50 protesta pritet të ketë me 10 mijëra pjesëmarrës, kështu që mungesa 10-20-30 personave do ishte shqetësim jo shumë i madh, krahasuar me faktin që jemi aktualisht që vetë organizimi dhe pjesëmarrja e çdo personi aty, pra aq kohë sa nuk është garantuar nga shërbimet e rendit, ndihet i shqetësuar për faktin nëse po merr pjesë apo jo në një protestë që është e paligjshme. Kështu që në këtë sens duhen zgjidhur dy gjëra. Unë besoj se duhet vlerësuar çdo protestues jo si numër dhe jo si statistik, po si frymë dhe si guxim. Edhe sikur protesta këtu në qytetin e Durrësit, do të jap një shembull që në qytetin e Durrësit ka pasur 2 protestat apo 4 protestat e fundit, maksimumi 50 protestues, por që e kanë bërë dhe kanë zhndërruar qytetin në një skenë të papar të revoltës qytetare, përfshirë dhe këtu edhe mua. Dhe kemi detyruar që dhe kryeministrit vijë dhe të ulet në bisedime me banorët. Pra, duke parë parasysh që kauza ishte e drejtë, numri protestuesve nuk ishte i lartë, por reagimi i tyre detyroi kryeministrin, megjithëse ai ishte një show politike dhe një imponim, po e detyroi në një farë mënyrë që të vinte në këtë qytet dhe të diskutonte me banorët. Pra, nëse Partia Demokratike do të ketë qasjen që ju po më tregoni se sheshi do të ketë me 10 mijëra, po edhe pse po munguan 50 apo 20 nuk është shumë problem. Këtu pastaj kemi mungesë
të lidhjes midis bazës edhe Partisë Demokratike, gjë që ka vite që mungon. Dhe është një nga problemet kryesore pse shumë demokrat nuk është se angazhohen më në protesta apo në fushata. Lutem vetëm për ta saktuar, sepse nuk dua që të dalë jashtë konteksti. Është plotësisht i drejtë ajo që thot kolegu dhe nuk doja që ta thoja në këtë kuptim që e mori kolegu, por doja të thoja ndërmjet faktit që protesta siç na informoi zotëria, do jetë tërësisht e palishme sepse nuk është garantuar sigurimi i saj, dhe krahasuar me faktin që do ishte e lishme, do garantoj siguria, por do kufizoheshin disa persona, 20-30, doja të bëja këtë ndarje që është diferencë shumë e madhe. Padyshim që edhe kufizimi i një personit vetëm, e drejta e tij për të marrë pjesë në protestë është një kufizim antikushtetues dhe si i tillë duhet ndëshkuar në maksimumin e mundshëm. Këtë doja të thoja dhe prandaj për ta qartësuar. E qartë, avokat. Orest, protesta ditës së sotme, a do të jetë kjo protestë kundër SBA-ve, me qenë se kryeministri i vendit zoti Edi Rama ka qenë ditën e dieshme në Washington, ku ishte për çështjen e bordit të paqes, ku takoi dhe presidentin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump? Nuk besoj se ka lidhje me vizitën e kryeministrit Edi Rama në bordin e paqes. Protesta 20 shkurtit është një protestë e përvitshme e Partisë Demokratike si simbol i rrëzimit të komunizmit vitit 1991. Prezenca e kryeministrit të Shqipërisë në bordin e paqes nuk është në një gjë e habitshme, le të themi, ose e paparashikueshme, pasi ai është duam apo s'duam ne, ai momentalisht institucionalisht është kryeministër i vendit edhe e përfaqëson atë në arenën ndërkombëtare. Partia Demokratike ka ecur gjithmonë me narrativën se Donald Trumpi apo Shtetet e Bashkuara do të arrestonin Edi Ramën, nëse Edi Rama po shkojnë në Amerikë nuk kthehet më, apo shumë fjali tjera si këto. Thjesht u faktua që Edi Rama mund të shkojë në Amerikë dhe mund të takojë edhe presidentin Trump, gjë që nuk ndikon as në politikën e brendshme, sipas mendimit tim, në Shqipëri, as tek elektorati demokrat apo as tek qytetarët shqiptar. Ajo ishte një marrëveshje dhe është një bord paqe ndërtuar ndërkombëtarisht që nuk besoj se do ndikojë as tek protestat edhe as tek lëvizjet e brendshme që mund të ketë në Shqipëri. Që kështu nuk është se Partia Demokratike do t'i dalë kundër Donald Trumpit apo Shteteve të Bashkuara të Amerikës politikisht, sepse është një gjë që besoj nuk mund të mendohet. E qartë, por ka pasur disa zëra të shumë në Partinë Demokratike që thoshin që Rama nuk do shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se janë tjetër ndaj. Pyetja ishte kjo, që mund të jetë kjo protesta e cila organizohet për çështjen e kryeministit Rama që shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Orest. Kjo është retorika boshe që përdor deri tani, që e ka përdorur leadershipi i Partisë Demokratike. Dhe me pak fjalë, nëse do të ecim me atë që thonë individët drejtues brenda Partisë Demokratike, i bie që edhe Donald Trump u korruptua. Që është jashtë logjikës, por që nëse do të ecim atë që thonë ata, Donald Trump është korruptuar që takoi Ramën dhe Rama shkoi në Washington me para të lobuara apo pse këto janë diskutime që i hedhin dhe i hamendsojnë njerëz që angazhohen politik dhe pretendojnë të marrin pushtetin, por jo se ndryshojnë apo shtrembrojnë realitetin. E qartë. Avokat, ju personalisht si e pat vizitën e kryeministrit të vendit ditën e dieshme në Washington? Tani, vizita, pjesëmarrja në aspektin e interesit publik shtetëror si shtet, si vend, nuk shoh ndonjë gjë negative, shoh një pjesëmarrje që nuk është se shton pikë, domethënë është diçka pozitive për Shqipërinë, pra aq kohë sa shoqërohet me mungesën e kontribimit për të financuar pjesëmarrjen. Kështu që në këtë sens mendoj që është diçka pozitive, sado pozitivitet pa ndonjë konsiderim të madh, por gjithsesi është për tu vlerësuar. Ndërsa në aspektin partijak për opozitën mendoj që i ka rënë një nga si të thuash ato kalet e Trojës që thoshte që
marrëdhëniet janë shumë të përkeqësuara, s'do ketë mundësi që të shkojë, nëse do shkojë dhe s'do vi. Kështu që në këtë sens, në aspektin politik vendas, mendoj që ka fituar goxha shumë përballë opozitës, sepse ka marrë pjesë. Ka rënë miti që po shkove nuk do kthehesh, do arrestohesh të më thash. Gjithsesi, ndërsa në aspektin shtetëror mendoj se është diçka pozitive. Nuk është se ka ndonjë gjë negative. Pra shkohë dhe gjithmonë, pra shkohë sa nuk do shoqërohet me financim të pjesëmarrjes. Avokata, ka kjo një peshë diplomatike vizita e kryeministrit në Washington? Peshë diplomatike, nuk është se ka, sepse organizimi është i ri, në fakt po të shohësh antarët pjesëmarrëse në bord, ke shumë vende ndërkombëtare me ndikim të jashtëzakonshëm që nuk marrin pjesë, besoj ka dhe vende europiane të rëndësishme që s'marrin pjesë. Kështu që në këtë sens, fakti që ne u bashkuam dhe morëm pjesë krahas Myanmarit apo ku ta diu në një republikë që s'është se dallohet për standarde demokracie ose ligji, nuk është se na shton shumë vlerësim ose na shton në një pikë të madhe. Megjithatë, fakti i pjesëmarrjes mendoj që është diçka pozitive. Në këtë sens, ka fitimet e veta, fiton kapitalin politik në aspektin vendor, në kuptimin që i bien shumë teza opozitës, por në aspektin ndërkombëtar mendoj që ka një ndikim pozitiv, ka një vlerë pozitive. I qartë. Orest, vizita e kryeministrit të vendit në Washington si u pa nga Partia Demokratike? Nga Partia Demokratike nuk është se ka patur në një reagim zyrtar deri tani më me sa unë kam parë, pretendohet se është një lobim i kryeministrit dhe një pagesë që ai të merrte pjesë në bordin e paqes. Normalisht nga një retorike ngritur prekosh e Edi Rama, ajo që thamë tani, nuk mund të shkojë në SBA dhe po shkojë nuk kthehet. I ka rënë tani më nuk besoj se i ka ngelur ndonjë reagim tjetër përveç se ta pranoj si fakt që kryeministri thjesht përfaqësoi Shqipërinë në atë bord paqe dhe ishte krah, do të parë në mënyrë pozitive që ishte krah presidentes Kosovës Vjosa Osmani. Unë në këtë aspekt e shikoj, gjithsesi Partia Demokratike nuk është se ka pasur ndonjë reagim zyrtar të saj në lidhje me këtë vizitë të kryeministrit. Ka pasur reagime nga individ që janë drejtues të Partisë Demokratike nga ana personale, por që prapë nuk është se ka ndonjë bazë apo peshë politike të rëndësishme në lidhje me vizitën e kryeministrit Rama në Washington. E qartë, Orest, ndalemi gjithashtu edhe pak tek pjesa e protestës ditën e sotme. A mendoni Orest, protesta ditës së sotme do të ngujohen si në vitin 2017 kur ka qenë drejtuesi i Partisë Demokratike Lulzim Basha? Këtu ka një dakord, është thënë dhe thuhet se do të ketë një ngujim të deputetëve të Partisë Demokratike në shesh edhe se vetë Partisë Demokratike me anëtarëve të saj në shesh, por bie gjithashtu një nga tezat që kryetari i Partisë Demokratike aktual Sali Berisha ka thënë që çadra apo shumë tjera që ja ka përmendur ish kryetari Lulzim Basha do të bjerë njësoj si çfarë retorika ndaj Ramës në Washington, pra me fjalë i bie të bëjmë një çadër të dytë në bulevard, por besoj se protesta do të vazhdoj pa çadër, do të ketë ngujim pa diskutim në shesh, por duke treguar revoltën vazhdimisht dhe jo duke e treguar atë me çadër apo me fjalime. Por me aq sa kemi parë sot është po i njëjti podium që ka qenë herët e tjera, do të ketë disa fjalime të cilat mbahen në çdo protestë të opozitës. Megjithëse është thënë se do të ketë ngujim, unë prapë nuk besoj se do të ketë ndonjë ngujim të opozitës në shesh, edhe nuk besoj se do të ketë ndonjë gjë ndryshe nga protestat e tjera, ndryshe nga ato që ne janë thënë se do të ketë ngujim, se do të jetë interesante apo do të ketë problematika në lidhje me policinë e shtetit apo dhe shumë gjëra të tjera që mund ndodhin gjatë ditës së sotme. Protesta vazhdon, fillon, por nuk i dihet se si mbaron. Në rast se nuk do të ketë ndërprerje me thikë, si thon nga organizatorët.
A mendoni se protesta ores do të përshkallëzohet në dhunë? Meqense nuk është marrë dhe një urdhër nga policia e shtetit për të organizuar protestën. Çdo akt që kundërshton atë që thot policia e shtetit quhet akt dhune. Molotovët e hedhur quhen akt dhune, pa diskutim kundërshtimi i punonjësve të policisë quhet më thonjza akt dhune. Besoj se sot do të jetë e shtuar revolta e qytetarëve, më shumë se sa dhuna e Partisë Demokratike. Do të ketë një reagim, besoj, në rast se do të lejohen që të ketë një përshkallëzim, por në rast se do të jetë po njësoj si të tjerat, nuk do të ketë. Pra, nëse është vendosur që do të ketë ndryshe shumë gjëra në këtë protestë, besoj se do të përshkallëzohet, por në rast se nuk do të ketë ndonjë pritshmëri shumë të madhe nga organizatorët në pjesëmarrje, besoj se do të jetë si të gjitha protestat e tjera që ka organizuar Partia Demokratike. Normalisht, çdo protestë që organizon Partia Demokratike është e nevojshme. Çdo protestë që organizohet në Shqipëri është frytëdhënëse. Çdo protestë që do të vazhdojë të organizohet i shërben demokracisë, por në asnjë mënyrë, siç e kam thënë deri më sot, nuk është se kemi ndikuar si parti në pushtetin përballë për ta detyruar atë për ta marrë vendime dhe jo më për të dhënë dorëheqje në Rama apo Belinda Balluku. Dhe besoj dhe uroj dhe shpresoj që protestat të mos ndalen dhe të përshkallëzohen nga dita në ditë. Kjo është shpresa ime. E qartë, Ores, do të kthejmë edhe sërish tek ju. Avokat, aktualisht a ka Partia Demokratike një frymëzim nga protestat të cilat ka organizuar deri më tani? Tani, protestat vazhdimisht janë organizuar dhe ka pas pjesëmarrje, ka pas frymëzim, po jo sipas pritshmërive, jo sipas aq më tepër që duke qenë se nuk kanë sjellë rezultatin e dëshiruar, do të thotë a kontrario për së kundërti që nuk është se kanë pasur frymëzimin dhe pjesëmarrjen e mjaftueshme. Protestat, çdo lloj proteste në parim është diçka pozitive, është një vlerë e shtuar edhe duhet inkurajuar dhe mbështetur, por protestat e përsëritura në mënyrë të vazhdueshme për një kohë shumë të gjatë, protestat e cilat nuk sjellin rezultate, kuptimin për atë për të cilën organizohen, ka i problem, ka i gjë tani, ose duhet ndryshosh organizatorin apo mënyrën e organizimit, domethënë si thuash, duhet ndrosh ose popullin ose organizatorin. Populli nuk ndryshohet, kështu që do ta shohësh problemin te vetja. Unë mendoj që përmirësohet edhe do të sjellë rezultate më të mëdha protestat e saj në rast se shikon problemin tek vetja. Unë mendoj që ka diçka që çalon, që funksionon tek pjesa e organizatorit dhe është pjesa e partive politike që i organizojnë, sepse protesta për të thënë vërtetën ka pas shumë gjatë këtyre viteve, për të thënë vërtetën arsye dhe shkaqe për të pas protesta ka pas jo vetëm për vendin tonë, po për të bërë protesta për gjithë Europën ka pas arsye të mjaftueshme Partia Demokratike për të bërë, domethënë ka pas shkaqe, ka pas arsye. Ka pasur qëllim për të nxitur një protestë. Ka pas kazuse, ka pas me dhjetra, me qindra raste kur ka pas kazuse shumë herë më të mëdha se sa ishte kazusi për shembull i protestës 11 janarit, 20 janarit 2011, mos gaboj datën. Kështu që si e tillë, por që të sjellin rezultate dhe që të frymëzojnë, sepse asnjë lloj protestë në asnjë lloj vendi të botës që përfshihet partia politike në rast se s'ka mbështetje popullore, nuk e rrezon qeverinë në asnjë vend të botës, aq më tepër në Shqipëri, që thuhet dhe jemi pranë një situate ku nuk është se shquhemi për demokraci shumë të madhe. Kështu që në këtë sens, për aq kohë sa nuk po frymëzon masivisht edhe nuk po përfshihet qytetar që jo domosdoshmërisht janë lidhur me subjektin që organizon, mendoj që nuk po sjell rezultate dhe nuk do sjellë rezultate. Kështu që në këtë sens unë shoh që është detyrim, është kusht pa të cilin nuk mund të sjellë rezultate në rast se nuk gjendet problematika dhe arsyeja ose faktori kryesor sepse nuk po gjen përfshirje të madhe qytetarët. E qartë. Avokat, nëse ndodh që
deputetët e Partisë Demokratike ngujohen në çadër, si në vitin 2017 kur ka qenë drejtuesi i saj Lulzim Basha, do të ketë diçka të re? Në qoftë se. Unë mendoj që jo vetëm në qoftë se, por do duhet që të ngujohen ose të bëjnë një hap për te i rasteve të protestave që kanë bërë gjatë muajve apo viteve të kaluara, sepse protestat në mënyrë të përsëritur, pothuajse të njëjta dhe nuk sjellin rezultate, nuk është se fiton ndonjë gjë shumë, po bëre edhe i protestë më shumë. Ke bërë 20, 30 po them, do bësh edhe 1, do bësh 31. Kështu që mendoj që duhet të ketë një lloj organizim ose sjell një lloj forme pasoje, domethënë vijuese pas protestës, domethënë, kështu që mendoj që protesta në formë ngujimi apo çadra apo ku diun, mendoj që është diçka pozitive në kuptimin që synon që të sjellë diçka shtesë ndryshe nga protestat që janë bërë me 10 të tjera. Kështu që si e tillë, në rast se do jetë si të tjera që dalin, bajnë fjalime, artikulojnë pothuajse të gjitha skandalet, çështjet e nxehta që janë të momentit apo çështjet të rënda penale që heton përfaqësues të subjektit politik që qeverisë, nuk është se nuk pres se do ketë ndonjë ndryshim, ndonjë impakt të madh, ndryshe nga protestat e tjera. E qartë. Gjithashtu, lideri i Partisë Demokratike, zoti Berisha, e ka quajtur foltoren e Salianit një përçarje për demokratët. Ju e shihni si të tillë këtë avokat? Po unë mendoj që në parim sa demokracia në një shtet caktuar, sa aq e rëndësishme dhe sa e rëndësishme demokracia në një shtet caktuar, në një vend caktuar, është edhe demokracia e brendshme e subjekteve politike ose partive politike. Kështu që parë në këtë prizëm dhe në këtë sens, unë e shoh diçka pozitive dhe mendoj që e vlerështuar, jo Salianit, po edhe shumë Salianive të tjerë, qoftë në krahun opozitar, por po të kishte edhe në krahun e qeverisë që është të partisë që është në pushtet. Kështu që në këtë sens mendoj që është gabim ta quash si të tillë dhe mendoj që duhet inkurajuar edhe duhet përkrahur. Çdo lloj lëvizje që synon të përmirësojë diçka brenda çdo lloj subjekti politik, jo vetëm brenda subjektit opozitar që është Partia Demokratike. E qartë. Orest, ditën e sotme do të jetë Ervin Saliani i pranishëm në protestë? Keni informacione rreth kësaj pjese? Nuk është se kam ndonjë informacion sigur nëse do të jetë Ervin Saliani pjesë e protestës të opozitës. Besoj, siç ka qenë në protestat e tjera, do të vazhdojë të jetë tek e sotmja, por deri tani më nuk është se kam parë ndonjë reagim zyrtar të tij. Nëse nuk do të jetë pjesë e protestës, më pas do të jetë një deklaratë e tij që do ta shpjegojë arsyeën pse. Por besoj se Ervin Saliani do të jetë pjesë e protestës, siç ka qenë në çdo protestë të Partisë Demokratike dhe nuk ka arsye pse të mos jetë pjesë e protestave të Partisë Demokratike në rast se leadershipi nuk pranon. Sepse protestat nuk kanë pronar, nuk kanë pavarësi themi në sensin që do vi ky apo s'do vi ai. Ervin Saliani mund të ketë shumë ide më ndryshe se si duhet zhvillohet protesta, të cilat duhet t'ia paraqesi kryesisë së Partisë Demokratike, pasi me statut e Partisë Demokratike është akoma antar i kryesisë pavarësisht termave që përfliten nga drejtuesit e Partisë Demokratike si thojza i vetë përjashtuar apo e tjerë, por besoj se nuk ka arsye pse të mos jetë në protestën e opozitës. Përderisa e gjithë betejë si Ervin Salianit, si e shumë aktorëve të tjerë opozitar do të jetë rrëzimi i qeverisë dhe opozitarizmi ndaj pushtetit, çdo kush duhet të jetë i bashkuar në shesh dhe jo vetëm kur bie fjala për të sulmuar qeverinë dhe skandalet më të mëdha të saj. Gjithashtu, Orest ka deklaruar edhe Adreti Klapa që ditën e sotme nuk do ta zhvendosi protestën e vet, e cila është përpara kryeministrisë. Çfarë pritet të ndodhë, Orest? A do të ketë një përplasje e opozitës me Lapajn? Shiko, sheshi nuk është pronë. Bulevardi Dëshmorët e Kombit nuk është pronë askujt edhe nuk është monopol i asnjë opozitarizmi.
që mund pretendojnë partitë politike se kush e bën më mirë njëra apo tjetra. Partia Demokratike ka problemet e saj të brendshme, por për sa i përket opozitës dhe opozitarizmit është e vetme parti politike që mund të bëjë ballë qeverisë dhe çdo aktor tjetër opozitar i vogël në një farë mënyrë moralisht është i detyruar t'i bashkohet opozitës dhe Partisë Demokratike në luftën ndaj shtetit. Sa i përket Adriatik Lapajt, unë kam qenë aty tek ai, kam parë vendosmërinë e tij për të mos u larguar nga sheshi për te çdo gjë që mund të ndodhi siç ai pretendon. Arsye dhe vend për përplasje midis Partisë Demokratike apo Adriatik Lapajt nuk do ketë, besoj pse duhet të ketë ndonjë arsye madhore. Në rast se Adriatik Lapaj do të bashkohet me opozitën për të kundërshtuar qeverinë, derën e ka pasur të hapur sipas liderit të saj, apo çdo parti tjetër politike që do dojë të bashkohet opozitës, sheshi është aty, dyer apo trar apo pengesa nuk ka për t'u bashkuar, veçse ngjelet për të parë sot se si do të veprohet. Por nuk është se ka nevojë për një përplasje shumë të madhe midis Adriatikut apo Partisë Demokratike. E qartë, Orest. Avokat, a shihet që mundet të kemi një ribashkim të Partisë Demokratike? Meqense është dhe fotoria Saljani dhe cila Berisha qënë si të përçarë këtë. Kur thuri bashkim Partisë Demokratike me kë e ke fjalën? E kam në kuptimin avokat që Berisha e quan fotorin e Saljani një përçarë për demokratët. Ju a e shihni që mund të kemi një bravo me grupin Saljani. Ju e shihni që mund të kemi një ribashkim të demokratëve? Mendoj që do ketë bashkim, por mendoj që të duhet i jepet pak më shumë hapësirë edhe fraksioneve, si është fraksioni i zotit Saljani. Kështu që për aq kohë sa ai ka qëllime të përbashkëta, të cilat shkojnë në një drejtim të caktuar, siç i ka dhe Partia Demokratike në kuptimin që synon që të bëjë opozitarizëm dhe ta vendos para përgjegjësisë publike partinë politike që është partinë politike e pushtet qeverisjen, domethënë qeveri. Kështu që në këtë sens mendoj që për aq kohë sa ka një kauzë të përbashkët që i bashkon, do duhet ketë edhe është kusht pa të cilin suksesi. Ne dim që nga koha e Skënderbeu që bashkimi bën fuqinë, kështu që si e tillë është nuk ka luksin çdo lloj opozite, aq më tepër PD-ja, nuk ka luksin të humbas jo një grupim të caktuar, por nuk ka luksin të humbas një person të vetëm. Kështu që në rast se shikohet në këtë prizmë dhe hecet me këtë teori, mendoj që domosdoshmërisht dhe me çdo kusht duhet të ketë bashkim edhe pajtim ndërmjet palëve. Mendoj. Mund të ketë një bashkim Lapaj me Berishën? Tani, për aq kohë sa edhe këto grupime kanë një qëllim të bashkët që është opozitarizmi ndaj qeverisë, nuk ka arsye dhe shikoj ndonjë arsye sepse s'duhet të ketë bashkim. E vetmja arsye që, si të thuash, mund të jetë prezente dhe mund të ndikojë në mosbashkimin e tyre, mund të jetë qëllimi ose, si të thuash, strategjia e vetë grupimit të zotit Lapaj që synon të faktorizohet edhe të thotë me fjalë tjera që shikoj që jam edhe unë, kam një lloj peshe edhe unë. Dhe si e tillë mendoj që vetëm kjo mund ta frenojë nga bashkimi, se për aq kohë sa ka një kundërshtar të përbashkët që është qeverisja, nuk ka si dhe arsye sepse mos të bashkohet. Kështu që sa është interesi i të madhit me u bashku me të voglin, do duhet që të ketë edhe interesi i voglit që të bashkohet me të madhin. Kështu që si e tillë, mendoj që detyrimisht të duhet në rast se realisht grupimi i zotit Lapaj ka qëllim realisht opozitarizmin edhe si thuash vendosjen e qeverisë para përgjegjësisë publike. Kështu që në këtë sens mendoj që të duhet ketë. Po nuk pat pastaj do duhet ta kërkojmë arsyen sepse nuk ka. E qartë. Orest, keni ndonjë mesazh për të përcjell protestuesve ditën e sotme, të cilët do të jenë në orën 18 në bulevardin Dëshmorët e Kombit? Thirrja ime vetme që kam për gjithë protestuesit ditën e sotme dhe anëtarët e Partisë Demokratike është që të tregohen të matur dhe të mos mungoj revolta për t'i treguar qeverisë dhe për t'i treguar edhe kujdo tjetër që qytetarët, demokratët apo kushdo tjetër i ka ardhur në majtë të hundës me këtë qeveri, të kenë dhe të tregojnë një qytetari
të pamatur dhe pamas në lidhje me ata gjithë ata që i kanë quajtur deri më sot demokratët taliban apo huligan apo shpellar apo lloj epitetesh të tjera. Unë dua të shtoj diçka tjetër që është të mos tërhiqen, ashtu siç nuk duhet të tërhiqet askush përballë kësaj qeverie kaq të korruptuar dhe me që jemi pjesë e një partie politike, të bëjmë të pamundur që këtë parti politike ta sjellim në pushtet, pasi pushteti vjen nga poshtë lart dhe fuqia ngelet gjithmonë e qytetarëve dhe e popullit. Të falenderoj Ore si të pata në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Bashkë do të mbetemi në kontakt për të rrjetet e fundit në zhvillimet e protestës së ditës të sotme dhe në zhvillim. Faleminderit Orest. Ju falenderoj juve. Avokat, ju falenderoj dhe ju që pata ditën e sotme të pranishëm këtu në intervistën ditës. Për zhvillimet e fundit do të kemi në protestën e sotme në orën 18. Faleminderit avokat. Faleminderit juve. Zonja dhe zotrinj, ishim të pranishëm ditën e sotme, avokati Edi Qaja, i cili bëri analizën e protestës të ditës të sotme që do të organizohet në orën 18, gjithashtu patëm edhe në një lidhje të drejtë për drejtë Orest Berberi, i cili gjithashtu është dhe pjesë e forumit të ri nord të Partisë Demokratike për degën e Durrësit. Për të tjera zhvillime të fundit nga çështja e protestës ditës të sotme në orën 18 do të ritakojmë sërish së bashku dhe qëndroni në Dritare Televizion. Ju falenderoj.